do jemi tek fitore Robelli Haliti në salon në Kalbrun në Winter Tour. Kalbrun në një zonë e suksesshme në fushën e kozmetikës, ku do kemi një reportazh ta shikoni. Hopa, hey Albaner, përshëndetje nga Folk Ship Show, nga Kolbrun, fshat i Winter Tour. Kolbrun, mos harroni, Kolbrun. Këtu do nxjerrim adresën e këtij vendi. Kam ardhur sot për të xhiruar një shqiptare të suksesshme në fushën e kozmetikës edhe këtyre gjërave të zbukurimeve të fytyrës, të vetllove, çerpikëve, buzëve, gjitha me radhë. Në fakt jo pa dashje sot kam ardhur këtu, por ka një të veçantë, fitore Robelli Haliti. Është një zonjë që jeton dhe vepron në Zvicër dhe arsyeja pse sot kam vendosur ta vizitoj është se mysteritë e saj i vinë edhe nga Gjermania dhe nga Franca. Kjo më ka çudit. Më ka bërë përshtypje dhe kam thonë çfarë ka fitoria, çfarë punë bën kaq të mirë që vinë njerëzit nga Parisi o vlla me rregullu vetën, fytyrën, vetllat, buzët e gjitha me radhë. Edhe kjo më bëni përshtypje. Prandaj erdha këtu ta prezantoj fitore Robelli Halitin me gjithë shqiptarët e Zvicrës, edhe ta dini se ku është dhe kush ka nevojë për fitoren, mund të vini ta vizitoni gjithmonë në këtë adresë që keni në cep të ekranit. Të shohim sepse kemi ardhur këtu, është edhe orar pune, realisht është orar pune. Halo, përshëndetje. Si e fitore, si kalove? O lodhe? Atë penguam? Jo. Sinqerisht? Jo. A mundesh më marrë myshtërikeve pak leje 2 minutave të... Po, patjetër. Okej, a mund të ulemi këtu me qenë se që ka i tavolinë 2 ulse? Okej. Atëherë ne ulem në tavolinë këtu përballë sallonit Fitore Beauty Home. Fitore Beauty Home, emri i sallonit e fitore Robelli Halitit. Fitore, së pari të përgëzoj për punën, kam dëgjuar fjalë të mira për sallonin tënd, kam dëgjuar që ke myshteri dhe kjo është arsyeja që sot kam ardhur për të prezantuar me Folk Ship Show-n dhe me shikuesit tan, se vinë edhe myshteri nga Franca, nga Gjermania, nga gjithandej dhe kjo është interesant. Më është dukur interesant dhe kam dashur të vi live të pyes përse vinë ata, por përpara se të flasim për punën tënde dhe punët suksesshme në fakt, dhe certifikatat e punës që e ke marrë, të shkollave dhe të studimeve që ke bërë për këtë punë, të lutem një prezantim për shikuesit që po na ndjekin. Përshëndetje, unë jam fitore Robelli Haliti, vi prej komunës Gjilanit, që 13 vite jam këtu në Zvicër, afër Winter Tour, kanton Zyri. 13 vite e ke në Zvicër. Nuk pas ke shumë fitore? Jo. 8 vite i kam unë. 13 është. Ti pas ke 5 vite më tepër. A i adoptu, a pëlqen gjithçka, ke pa një ndryshim fitore mes Gjilanit, mes Gjilanit edhe Zvicrës? Me thonë drejtën, fillim më kanë pak vështirë, derisa kom gjetë veten, po tash është mirë, jam adoptu mirë dhe... Çfarë ka qenë vështirë në fillim për ty fitore? Po problemi gjuha, u kanë shoqënia, vendi, larg familjes. Tani e ke mësuar gjuhën komplet? Tash mirë jam me gjuhën. Nga njëshit e 10 asaj din gjuhën gjermane? 8. 8? E din 8? Ta kisha ditë edhe unë 8. Do ishte mirë, unë 4 e di, 3, jo, filas 4, dhe isha mja bovezës shefin. 2-3 e di unë. Bukur, fitore, në fakt, ajo që desha me të pyet është, përse punat që bëni mas pare? Çfarë punësh bëni në salonin tuaj? Unë i bëj të gjitha shërbimet e kozmetikës, po mas shumë të që e praktikoj është punimi i vetullave, microblading dhe për buzët. Po ka dhe shumë shërbime tjera për fytyrën. Çfarë trajtimesh tjera mund të bëni për fytyrën? Për shembull, për mua që kam filluar me shku drejt plakës fitore, çfarë mund të kishe bërë për mua me më rregullu? Çfarë trajtimesh do kishte dashur kjo fytyra ime e keqe? Zbesoj që ka nevojë najsan me intervenu. Pak rrudhat, po... Rrudhat? Po. A duhen pak me heq? A është marrë, a është turp me bo një mashkull të trajtime në fytyrë? Nuk e ti është qedja e se cilit person se që ka donë me bote fytyra e vetë. Okej, mos harroni se këtu poshtë keni adresën edhe numrin e telefonit për rezervimet e Fitore Home. Fitore Beauty Home. Fitore Beauty Home. Fitore, përse vinë, pyetja konkrete tash, përse vinë myshtëriket nga
Gjermania dhe nga Franca dhe nga shtetet tjera tek ti për të rregulluar? A nuk ka sallone tjera, por çfarë është e veçanta e fitore Beauty Home? Po besimi i klientëve, tash edhe rrjetet sociale, njëftësit familjare, kështu, ju pëlqen puna jem dhe vinë. Okej, pra dhe më thonë ju keni bërë reklamë dhe përmes rrjeteve sociale. Po. Ka patur njerëz që edhe si keni një ohur fare dhe kanë ardhur myshtëritik. Po. Vinë shumë, gati krejt janë që nuk i njeh. Që nuk i njeh? Jo. Dhe më thonë, a çuditesh pak fitore kur vjet dikush nga Franca mu rregullu te ti? Tash jam mësu, unë fillim më ka dok pak pse as ka atje diçka po pra, çfarë po them ama tash jam mësu, e di që ato dojnë te unë me u rregullu. Ju pëlqen puna jam dhe shumë interesant, Shumë interesant. I mban, vinë rregullisht, domethënë nga Franca, nga Gjermania? Po, rregullisht. Vinë rregullisht. Rregullisht. Emri, ja ke vendosur emrin tënd? Po. Okej. Mendoj që njerëz më njohin më mirë me këtë emër, mund me më gjetë më lehtë. Absolutisht. Nga Zvicra ke njerëz në mështeri, domethënë vajza të Zvicrës, sepse në Zvicër jemi shumë shqiptar fitore. Po. Sidomos nga Gjilani ka shumë. Ti e di që Zvicra gjyza janë në Gilanxhin duket. Gjitha vendeve të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë. I ke mështeri? Krejt. Po. Sa orë ditë punon në fitore? A ja del dot? Po ja dal. Ja del. Ja dal, unë punoj, domethënë nuk marr shumë brenda ditës, se du për secilin klient me pas kohën taman. Me ju përkushtu taman sa i duhet për një rezultat të mirë me pas. Edhe mendoj që ajo është edhe rezultati klientelës tem. Përkushtimi që ja baj secilës kliente veç e veç, ajo është edhe besimi për me ardhë deri te unë. Se ato e din që kur drejtohen te unë e kam e punu vetullat e tyne, burset e tyne, krejt vete i bëj, edhe për ato e kanë besimin e plotë edhe vinë. Unë du me punu veç vetë këtu. Du me punu vetë, pa punëtore, do me thonë, që për se cilën kliente më konë vetë këtu. Jo me lanë klientën tem në dur dikuj tjetër, se ajo për merë në shtaton atë rrugë me ardhë deri te une, edhe me lanë dur dikuj tjetër, nuk më do këtë e arsyeshme, edhe për ata menoj që mjafton kjo për mu. Po në qoftë se ti e trajton një vajzë, ose 2 ose 3 studente, i bon të punojnë si që punon ti, edhe mu zgjeru puna më tepër, pra është një strategji për të rritur punën. Problemi i kësaj pune është që kjo është me talent, nuk mund është me mësu. I mëson me çka punon, qa drejtim, po jo krejt punën që shë banë ti vetë. Okej, ku i ke mësuar këto ti? Ku ke studiuar për këtë? One për vetullat microblading dhe tjerat tretmane kom mësu këtu në Zvicër, do trajnime i kom bërë dhe në Gjermani, po do me thonë kjo rezultati i punës temë është ma shumë prej praktikës që kom bërë une. Do me thonë tash, si kryesisht që është puna jem me vetullat, do me thonë kjo është krejt rezultati punës që e kom bërë une. Kjo do me thonë tash është stili jem që shë bëj une vetë. Okej, a mund të futemi pak brenda të shohim pak punën tënde? Pa tjetër. Okej, faleminderit. Hallå miteinander. Hallå, sorry und Entschuldigung für Pizzali oder wenig Stress machen jetzt. Ich mache Pizzali Stress, wegen ich will machen ein Interview mit Fitore. Kein Problem, für 2 Minuten, oder? Danke vielmal, danke vielmal. Fitore, mora leje të mështeriket tua, mështeriket i ke të huaja po më duket, thot shqiptare s'paske, zvicrane. Shof gjitha këto certifikata, ja kam marrë dorën e dhonë, tash veç kur të bojna frizer, të bëjna i botox e dhonë në vetull, se të vizitu vajza dhe femrat të sukseshme në Zvicër, të kozmetikës, e di që të me thonë leben, vetla, sy, botox, gjitha me rallë. E kështu që shikoj shumë certifikata Fitore. Këto janë studime, çfarë janë këto, mi spjego pak të lutem? Këto janë të gjitha trajnimet që i kam kry këtu në Zvicër dhe disa në Gjermani. Disa në Gjermani, disa në Zvicër, po tash në qoftë se më fut me numru më i Fitore, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 trajnime të ndryshme i ke bërë në Zvicër, në Gjermani? Po.
Po t'ja s'ke pas punë tjetër me? A s'ke pas Me të qira rrihen gjitha. A s'ke pas qapën tjetër me? Po. Bukur, shumë mirë. Nuk po të pengoj, po t'lej herë të punosh. Ta shoh se si e po bën punën. Okej. Ja ke lyp buzë, të parë që ja lyve, keni një kësi në dorë, çaj të dash me po tash, ja bon me ditë. Tash klientës ja kom përgatit buzë për fryrje, do me thonë. Për fryrje? Po. Tash ja kom qitë anestesionin, krem, do me thonë, për mpirje të buzëve. Tash i ka mpira buzë, do me thonë. Po. Okej. Tani jena të shku me fryrje live, po thua ti? Po. Jemi të bëj fryrje buzësh live? Po. Jemi të bëj një fryrje buzësh live që s'kam parë kur në jetën time. Kur s'kam parë, tash i po shoh. Okej, ata shohim se si shkon fitore. Sa minuta na duhet? Tash i duhen edhe një 2 minuta me prit derisa të mpjen buzë. Mpjen buzë tamam. Dhe tani një 5 minuta 10 me fryrje. Okej. Kalojmë 2 minuta se unë i kaloj kështu me magji. Ta shikoj si jem kureshtar edhe unë. Pavarësisht fëmijët mos e shikoni fëmijët e vegjël. Uf. Hast du Schmerzen? Nein, sie macht das sehr gut. Okay. Sie macht sehr gut. Okay. Okay, tip-top. Okej, shumë interesant, shumë bukur. Hey, bist du zufrieden? Ich tue schnell gerade schauen. Also? Wow, wirklich. Genau so, wie ich es mir gewünscht habe. Gut, ja? Sehr schön. Danke vielmals, Fitore. Wow, ja, sehr gut. Also, keine Schmerzen und so. Nein, gar keine Schmerzen. Fitore macht das so gut. Wirklich, ich bin ihre sehr treue Kundin. Seit dem Anfang an, als sie noch in Winterthur war. Und bin ihr auch sehr treu, weil sie macht das super und ich kann sie nur von Herzen empfehlen. Okay. Danke, do më thonë vi me gjithë sheftë Fitoria, kliente rregull thot, me aq sa kuptova unë edhe bën punën shumë mirë Fitoria. Fitore, je e gëzuar ti kur klientat tu flasin kaq fjalë të mira për ty? Po, normal. Është shumë gëzim i madh. Do bësh tjera, ke tjera në rend pas kësaj? Po, e kam edhe një për vetullat mikroblading. Ajo në fakt i ka bo vetullat para 2 vite, tash ka ardhur me i bo përsëri me i rifresku vetullat. Okej. S'po të pengoj, vazhdo me vetullat, ta shohim edhe punën e vetullave. Shikojmë pak Fitoren punën e saj. Fitore, çaj do bëu tash? Tash i bo të klienta, tja po fillojna me i mbush vetullat, që i ka bo para 2 vite, tash me bo refresh. Okej. Bravo.
Parë vetulla me rregullu ose për një parë buzë me fry, sa kohë duhet secila, ose çerpiket ose këto çfarë bën? Për vetullat deri një orë e gjys. Për një parë vetullat mira, taman koha sa do të më ju përkushtohesh një orë e gjys. Një orë e gjys vetullat. Pa. Buzët? E për buzët deri në varet për sa a i donë ma pak apo ma shumë, po deri në 30 minuta i merr kohë. Për buzët, do me thonë me anestezion me Ftyra, këto për shembull për rrudhat, mikroneedling që bëj unë, këto deri një orë. Kur hapet lokali? Lokali hapet ora 9. 9 mëngjes. Kur mbyllet? Në orën 6 mbrëmje. Ku duhet njerëzit që duan të bëjnë një takim ose një trajnim ose një termin me ty me të shkruajt në numrin e telefonit apo në Instagram apo në Facebook apo ku munden me mbyll takimet? Terminet mundin me bën në gjitha faqet e internetit, në Instagram, Facebook edhe në website që kam internet edhe përmes telefonit. Mega. Sehr schön. Sieht wie geschminkt aus. Mega schön. Also, gut, oder? Ja, ich bin zum Auffrischen gekommen. Ich habe es schon mal gemacht. Jetzt habe ich nochmal wählen und ich liebe es, wenn ich ungeschminkt bin, sehen meine Augenbrauen trotzdem voll aus und schön. Danke, Fitore. Qa tha Fitore, bashkë në onën, spjegëja pak. Kjo tha që unë i kom ba shumë herë vetullat e Fitoria. Okej. Edhe tash kom marrë për me rifresku. Okej. Dhe jam shumë e gëzuar se i kam vetullat gjithmonë si të lyme. Duken mirë gjithmonë. Çfarë keni mesazh Fitore për shumë vajza, gra, nëna, motra që jetojnë në Zvicër? Çfarë do t'ju thuash për sallonin tënd? Ato mjafton me një në faqet e mia të internetit, në Instagram, Facebook edhe në website, me pa punën tem dhe kanë me u bindë vetë me rezultatin. Me ardhë me provu dhe besoj që kanë me undat të knaqë, si të gjitha klientët deri tash. Bukur, vajza, gra, nona, mutër, shvester, ali, mite nëndë, në këtë adres, në këtë numër telefoni, kontaktoni Ejani tek Fitoria, sepse po bëjka një punë të mirë edhe realisht du të me zbulu edhe ju se përse vinë klienta nga gjithë Evropa, përse vinë nga Franca, nga Gjermania edhe vinë këtu për të rregulluar. Ejani edhe këtu dhe zbulojnë sekretin, përse vinë ato, edhe pse mos vini ju.